Unë jam me vogla e nancë, ja ka lejhanës sezans, dhe pse më thënë lule mos prek, prek e mos kidert, e hajde prek e mos kidert. 20 vjeçarja nga Tirana që po mahenit me zërin e saj. Gazminda Dema, një vajzë pozitive me plot energji dhe përkushtim drejt ëndrave të saj. Atëherë me këndimin kam filluar që në periudhën 4 vjeçare, pra në periudhën e kopshtit, siç i themi ne. Dhe aty zysha ime e kopshtit më pa se i pëlqeu shumë zërim dhe mendoj pse jo ta provojmë. Dhe pastaj duke shkuar në kompeticionet e qytetit, ku jam rritur unë, në qytetin e Laçit, aty pastaj fitova dhe çmimin e parë në të gjithë kurbinin, rrethin e kurbinit, dhe më pas mendova se pse jo ta vazhdoj dhe u regjistrova edhe tek The Voice Kids, ku kam qenë pjesë e The Voice-it, dhe duke qenë se kam pasion, edhe dhe covera në rrjete sociale dhe tek playlisti im vetëm këngë dhimbshme ka. Nuk e di as vetë pse. Nuk kem as person që kam vuajtur me ato këngë dashurisë, po nuk e di pse e gjej veten aty. Vëmendjen e parë në rrjetet sociale e fillojmë në një video që bëri me Jozin. Kohëve të fundit, audiencë të gjerë ka fituar edhe nga zëri i saj duke postuar vazhdimisht video ku shfaqet duke kënduar. Pash dysit në bal, a e din sa kam duruar, a mendove val, se jam e mare, unë kam qën e dashuruar. Pash dysit në bal, a e din sa kam duruar, a mendove val, se jam e mare, unë kam qën e dashuruar. Videoja parë që më shkoi viral ishte një video ku unë këndoja. Në fakt shoqja ime më nxiti që unë t'i bashkohesha këngëtarit Jozi Besoj Serenini. Po, patjetër. Dhe aty bëm një video ku shkoi shumë viral dhe vazhdova të postoj edhe video të tjera duke kënduar, si edhe për jetën time të Cila ishte përmbajtja e videos kështu mandatoje? Çka e kon të bëte? Unë dhe Jozi kemi qenë duke kënduar. Në fakt vetëm unë këndova në të momente, por Jozi ishte prezant. Unë në fakt vi shpesh me familjen në Kosovë. Kemi qenë edhe në ekskursione me shkollën dhe më pëlqen shumë Kosova, sidomos Prizreni, aty shkojmë gjithmonë. Por ajo që e bën historinë e saj edhe më interesante është kontrasti mes jetës online dhe asaj reale. Për te ekranit të telefonit, Gazminda është një studente përkushtuar e inxhinierisë, një profesion që nuk përputhet shpesh me botën e showbizit. Dhe unë zgjohem në mëngjes, si kur jam me ty, dërgoj lutje lart në qiell, por nuk vin aty, dhe sa e kujtime gjej, veten e gënjej, unë e gënjej, por ty s'të kthej. Në fakt, unë kam qenë që në fillore, kam qenë një studente shumë e mirë, me nota shumë të larta dhe lënda ime preferuar ka qenë gjithmonë matematika, duke qenë se inxhinieria ka lidhje me matematikën, thash pse jo mos vazhdoj për inxhinieri. Unë fakt merrem vetëm në kohën e lirë, nuk është se kam kaluar në të fazën që të merrem për përfitime akoma, sepse jam edhe në shkollë dhe mundohem vetëm gjatë kohës së lirë të bëj video dhe gjëra, content për. Merr pak kohë, po nuk e kuptojmë si kalon koha nga që e bëjmë me shumë dëshirë dhe me qejf. Me shumë dëshirë dhe me qejf. Përveç gjërave që sapo përmenda, më pëlqen edhe modelingu, duke qenë se kam edhe për masat trupore, që përshtaten me modelingu. Me gjatësi edhe pesh dhe forma. Unë jam me vogla e nancë, ja ka lejhanës sezans, dhe pse më thënë lule mos prek, prek e mos kidert, e hajde prek e mos kidert.